Mua ka ardhë në jetën teme në një kohë kur unë nuk e kom ditë që kom nevojë për një qen, edhe ka ndiku shumë pozitivisht edhe në mirëqenjen teme emocionale, edhe në mirëqenjen fizike. Propozimi jam është për njerëzit që kanë kohë normal me u marrë me qen, edhe kanë vullnet me u marrë me qen, normal edhe kushte financiare, me marrë një qen ose një macë, me u marrë me ta se ndikon me bo aktivitetet përditshme, ki një angazhim, është sikur me një fëmijë, edukimi dhe angazhimi me to është sikur me një fëmijë. Tash edhe shumica e gjeneratave të reja nuk janë të interesuar në krimin e familjes, janë të interesuar me pas një përcjellës, si unë që jam përcjellës i nohës, edhe me vazhdu me qenë të lumtur, me shetit, me pas aktivitete ndryshme. Nëse dëni me marrë na i qenë, normal, shkoni mas parit e strehimore, se për momentin janë mbledh shumë qenë të rrugës, edhe shumica e këtyne qenëve janë qenë që i ka pas një familje dhe s'ka pas vullnet mu angazhu me ta dhe veç i ka gjujt qenë të në rrugë, që nuk është heq mirë për ta, ata thehen shumë emocionalisht, ashtu. Edhe dyta është mas nej nëse veç nuk gjeni na i qenë që nuk e besoj, me shku në pet shopa.